Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Meqense është shumë vap, nuk do ndezim furrën, do të përgatisim diçka të shpejtë në tigan. Petulla me kunguj të njom ose kungulleshka, të shëndetshme pa hiç vaj dhe me djathra të dëshirës tuaj, ose dhe gjizë. Dalin pambuk të buta dhe janë të shpejta. Në rende kam ngrirë 2 kunguj të njom që peshonin gjithsej 400 gram. Për t'i zbutur dhe të lëshojnë lengjet e tepërt, do i hedhim pak krip, diku te gjys lugë të çajit. Do i lëm për disa minuta dhe më pas do vazhdojmë duke i shtrydhur. Me një pecetë të pastër ose burulluk, do vazhdojmë duke i shtrydhur. Do i shtrydhni fort që të largoni sa më shumë lengje, sepse nuk do na duhen. Dalin shumë të mira, fëmijët e mi pëlqejnë shumë këto lloj petulla dhe o përgatis për mëngjes ose pasdite. Dhe për darkë, pse se do jenë shumë të mira, duke i shoqëruar me pak dhall ose kos. Në një tas shtojmë 2 vezë të plota, një lugë gjelle salcë kosi, 50 gram me gjalp ose 5 lugë gjelle vaj ulliri. Pak krip, të cilën do e kujdesni dhe vetë, në varësi të djathrave që do të përdorni dhe sa krip kanë, duke llogaritur se do ketë dhe pak krip kungulli. 2 lugafeje të plota me pluhur pjeki ose baking powder dhe një gotë plot me miell. Do e kujdesni dhe vetë derisa të krijoni një brumë me trashësi të tillë. Pak më i trash se brumi i kekut. Pak kopër nëse dëshironi dhe nane ose nenexhik sido që ta quani. Erëzat të dashur miq janë sipas dëshirës. Mund t'i bëni dhe të thjeshta. Mund të shtoni pak qep të njom, ku i ambëlson dhe jep një shije teje të mirë. Dhe tani do shtojmë djath ose gjizë. Unë kam shtuar kota të gjizë, ku në Shqipëri mund të zëvendësohet me gjizë, diku te 2-3 lugë gjelle. Pra jashtë shtetit kështu e quajnë, por është gjizë në fakt. Mund të thërmoni pak djath të bardhë ose djath kaçkavall. Do të përdorni një tigan që nuk ngjit. Nëse për momentin të gjithë tiganet tuaj ngjisin, mund të përdorni letër për pjekje, të cilën do e prisni në masën e tiganit dhe do e lyeni pak me vaj sipër. E kam provuar dhe piqen tepër mirë. Në zjarr të ulët deri mesatar, do i piqni avash avash nga të 2 anët. Do i vendosni dhe kapakun sepse avulli që krijohet brenda i ndihmon që të piqen. Piqen shpejt dhe nuk është e nevojshme të krijoni vap me orë të tëra me furrën. Dhe ja ku i kemi gati, i largojmë dhe i servirim në një pjatë. Ja vlen t'i provoni, dalin super të mira, pambuk të buta dhe gjithë familja ime i pëlqeu shumë. Shpresoj që t'ju pëlqej dhe juve. Nëse i provoni, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, mund të regjistroheni, ku mos keni hiç merak sepse është falas, mund të aktivizoni dhe zilin për të njoftuar për recetat e reja. Bashkë miru dëgjofshim.